dhe filloj me punimet të mbledhjes së radhës së Senatit. Para se me kalu të rendi ditës, deshta një informim të shkurt, lidhur me incidenti që ka ndodhur në këtë sallë, kur zyrtarja financave e ka flamurin kombëtar nga kjo sallë. Une natyrisht kam kërku për sekretarit që të merr masa. Ajo ka dhënë deklaratë, keni dëgjuar deklaratën edhe publikisht për shkak se flamuri ka qenë i rrugosur. Ajo ka mendu se mënyra ma mirë për mi bë flamurit e ka hjek, por ka hjek me bindjen e saj, nuk është urdhër as i menaxhmentit, as i askujt. Ndryshe janë të keq përdor të fillu prej hymjes është flamuri kombëtar. Flamuri kombëtar gjithmonë ka qenë këtu, flamuri kombëtar është në zyrën time, flamuri kombëtar është gjithmonë. Prandaj është mirë ta dini, janë të keq përdor, por megjithatë na kemi marrë masa, kjo ka qenë çka kemi mujt me bë. Pastaj edhe ju duhet ta dini se kjo mund të ndodhë çdo kujt, një zyrtar, një student e hjek, po është jo e hishme që të thuhet keq përdorët se me urdhrin e rektorit, me urdhrin e menaxhmentit, gjë që vërtet është shumë çesharake, po fatkeqësisht te ne po shitet çdo gjë. Na mbesim përcaktuar sikur deri tash, si universiteti më i madh, si universiteti më cilësor, si universiteti që ka dhënë më shumë, edhe është duke dhënë më shumë për Kosovën dhe për popullin shqiptar, jemi krenar në këtë flamur, jemi krenar me kontributin që të dhënë, jemi krenar që jemi të e kthy besimin të studentët, edhe është kthy besimin. Se vetëm ishte besimi, sigurisht do të kishim para dyrëve student, grupe të vogla që gjithmonë fatkeqësisht disa prej tyre dhe janë student, po manipulohen pikërisht për të realizuar qëllimet e tjera, po universiteti është të nik, do të mbetet të nik, do të vazhdon me realizimin e planit strategjik që unë vërtet ju falenderoj gjithë për kontributin që jeni të dhënë dhe vazhdoni të kontribuoni më të gjithë. Prandaj nuk humbi kur po kaloj të realizimi i rendit të ditës, se kemi marrë rendin e ditës, si zakonisht nuk po ndalemi në leximin e pikave të rendit të ditës. Unë e përhapit debatin, a ka dikush ndonjë diskutim lidhur me rendin e ditës, të ka në komitet juridik? Përshëndetje, përshëndetje për gjithë. Vetëm po shoh të pranë ditën nuk kemi agjendë për vazhdimin e konkursit, a ka ndonjë informacion lidhur me këtë ose ku mundem me vazhdu? Konkursi do të jetë lidhjen e radhës mas kësaj, që është në lidhje çdo pika që ja kanë imponuar në një aqen. Është me pritje, por në lidhjen e radhës vazhdojmë ato që kemi dhënë konkursin, në ato që kemi marrë. Shërbis një informacion, ne jemi duke punuar me kapacitetet nova. Jemi të mbajtur lidhje çdo javë, mirë po natyrisht që është vënë i madh i punëve, komisionet, grupet punëse janë duke punuar, po javën e ardhshme do kemi mbledhjen tjetër. Kësaj radhe nuk e di do të mbledhim. Po kemi bë planin e veprimit që do t'i kryejmë gjithë. Arsye pse ngritëm është një me qartë për të gjithë, sepse domethënë ku do të mbesime, do të vazhdojmë edhe kur. Ashtu siç Po për arsye po e mbështes për dekanin juridikut edhe punën që po e bën ky komision, po për shkak se ka filluar procesi i akreditimit. Do të ishte mirë me pa dhe konform të proceseve të akreditimit, sepse tash mundet që vinjemi të gjithë fakultetet, programet e kemi në për akreditim, dhe kjo çështja e konkursit po na ndërlidhet shumë me çështjen e programet për akreditim, do të dojmë që të përshpejtojmë procedurat që ka të bëjë me këtë çështjen e konkursit. A ka një kështjetër? Qëmë se jo atë kush është që e më... Se ka me vënesë në zyra për çështjen e nuk e
miratimin e temës së doktoratës dhe aprovim të mentorit për një kandidate nga Fakulteti Juridik. Kështu nuk duhet ndonjë parapërgatitje që se pajtohen e kishim shtruar. Mirë, atë kush është që me këto ndryshime këtë përcjellë të miratohet pranë ditës. A ka kundër abstenim? 20, faleminderit. Kalim të pika e parë e rendit të ditës, miratimi i ekstraktit të procedurës verbalit nga mbledhja e datës 28/4/2014. Hapi debatin lidhur me procedurën verbale nga këtë mbledhje. Dëshon kush sa merr gjallën? Jo, atëherë dirë dekonja për Tek pika 1, është idej që të kushtet lënda fizioterapia që vërisit komunitare. Mande e thot për të lëndë në simore kam pyetur se është lëndë klinike apo paraklinike, përgjigja nga dekani është se është lëndë paraklinike. Unë kom thënë që është lëndë as klinike as paraklinike, kom thënë fizioterapia nuk ka specialiste. Unë thonë në grupë të shka kom thënë. nuk ka dekani. Dekon nuk vjen të kundërshtu absolutisht atë dekoni, për a kemë diktafonin e... Fjallë të mija dhe të mëjë. Të thëmë fjallë të mija, jo fjallë të tjere. Po, veç me... Oke, mirë, dikush tjetë sa kush është që krejtë procesë verbal të operatorët me këtë ndryshim e atërës. A ka kundër abstenim? 20. Kalim të pika 2 të rendit të ditës, marrja vendimit për miratimin e zgjedhjes së profesor asociuar Dr. Afrodita Berisha Shaqiri, për dekane në Fakultetin Ekonomik. Ne kemi marrë propozimin nga Fakulteti Ekonomik, ata propozojnë që profesoresha Afrodita Berisha të zgjedhë për dekane për financa në Fakultetin Ekonomik. Hapi debatin lidhur me këtë propozim? Nuk ka, për kush është që profesoresha Afrodita Berisha të zgjedhë për dekane? A ka kundër abstenim? 20. Faleminderit shumë. Vazhdojmë me pikën e tretë. Koptimi i Këshillit të Etikës me një antar të ri. Antarja aktuale, siç e dini, ka dhënë dorëheqje. Me qenë se këtë këshill e kanë përcjellë mjaft probleme që nga fillimi fillimisht kemi pas shumë debate, disa mbledhje derisa kemi aprovu rregulloren e punës së këtij këshilli. Në momentin kur ishim gati, që nuk ka qenë punë e lehtë, masa disiplinore, rregulloren për masa disiplinore, për rregulloren e këshillit, kryetaria Muzafere Limani ka dhënë dorëheqje, tash neve na duhet ta kohëtojmë një kandidat, me qenë se ky këshill është shumë e rëndësishme, kemi shumë lanë që janë të prit, kjo ka qenë arsyeja pse mi ngucët me pas këtë mbledhje. Unë propozoj që t'jetë jurist, propozoj që t'jetë Iset Morina, është një profesor shumë principiell, jurist, përse që do ta kryjnë detyrën me nder sa shumë e rëndësishme. Profesori është një komision tjetër, mirë po do ta zavancojmë avona komision me antar tjetër. Dëshiron dikush fjalën lidhur me këtë propozim tim? Kush është për? Kundër, abstenim 20. Kalim të pika 4. Gjithashtu kemi koptimin e komisionit për ankesat dhe parashpresat të senatit me 2 antarë të rinj, ashtu kemi. Edhe këtu unë propozoj që Bedri Bahtiri edhe Bardha Korça të koptohen në këtë komision. Në këtë pozicion zëvendësohet në vend të profesorit Iset Morina një kandidat dhe në vend të profesoreshës Afrodita
Berisha, e cila është zgjedhur për dekanë dhe s'mund të jetë anëtare e Komisionit të Ankesës. Hapi debatin dhe shkërën dikush me ma fjallën? Ndoshta realisht është dashur të kemi edhe disa të dhëna, dhe po ajo që duhet të them edhe te Komisioni i Etikës, edhe këtu ne nuk kemi një informacion sipas mediave, por nuk kemi një informacion të qartë për tërheqjen që e ka dhënë. Dhe do të doja që kur të bëjmë emrimet të tilla, të kemi kujdes që të kemi një qëndrueshmëri në institucionet mbi të cilën ata e marrin një përgjegjësi të tillë, sepse po kjo lëvizje